Jemi duke parë ne sot një Tiranë që ka një garë reale për bashkinë, apo është një përplasje e brendshme mes Partisë Socialiste që mund të dali shumë shpejt jashtë kontrollit? Për së vërtetës, debati për Bashkinë e Tiranës dukshëm ka nisur herët. Edhe sigurisht që nuk është pozitive që e ditë shoqëria me njerëz apo mbarojnë një palëzjedhje, futet në debat për zgjedhjet e ardhshme duke dhënë mesazhet si një shoqëri që themin nuk ka me çfarë merret tjetër vetëm se të bëj pjesë në polarizimin që i bën politika duke marrë pjesë në jetën e brendshme të partive politike. Nga ana tjetër, mënyra se ti tashmë në Partinë Socialiste ka nisur debati për çështjen e kandidatit të Bashkisë Tiranës, duket që nuk është demokratike si proces, sepse nga njëra anë ka disa kandidatë tashmë që po shprehin le të themi vullnetin e tyre për të kandiduar, siç mund të jetë zoti Braça. Nga ana tjetër, kryeministri me vullnetin e vet ka në një nga asamblet ka deklaruar që e preferuar atij është ish-ministre e arsimit, që në këtë kuptim unë mendoj që është një keq për politikën dhe për demokratinë e brendshme të partive politike, ku nuk respektohen parimet kryesore të mënyrës se si zgjidhen dhe si respektohet baza poshtë. Ku ata diskutojnë, nxjerrin kandidatët, më pas sigurisht është leadershipi që nxjerr midis të shortlistuarve të bazës poshtë për atë që do jetë kandidati në të ardhmen. Se nga Partia Demokratike gjithashtu ka një zhvendosje, më përpara ka pas le të themi një dakordsi midis aktorëve të shoqërisë civile, partive të reja politike dhe Partinë Demokratike, që kandidati i tyre do të ishte apolitik, do vite nga jeta sociale e vendit, si ishte Flor Binaj. Mirë, dukshëm tani tashmë po diskutohen edhe versione të tjera dhe emra të tjerë të cilët hyn në lojë, megjithatë nuk ka ende dhe nga Partia Demokratike një lloj qartësie se cili është pozicioni që ajo do të marrë. Kandidimi i Erion Braçës me mbështetje nga deputetët socialist, a është një sfidë indirekte ndaj Edi Ramës? Po mund të lexohet edhe kështu. Shiko, unë besoj që këto forma të leximit, si Braçën, si Spiropalin, që shoqëria mundohet të lexojë si opozitë e brendshme brenda Partisë Socialiste kundër Ramës, më shumë duket sikur janë nevoja se si ne duhet t'i lexojmë, përsa në fakt ata vetë si individ po performojnë. Në këtë rast nuk është se kanë këta individ, qoftë Spiropali apo qoftë Braçë, nuk është se kanë platforma reale, alternative kundër dominimit të Partisë Socialiste nga zoti Rama. Kështu që ne kemi mbetur në këtë situatë. Pra disa individ që po performojnë, si që ata, dukshëm nuk kanë shprehur qartësisht se çfarë duan, por ne si publik ose si antarë të shoqërisë që duan që këtu të ketë një lloj debati, përplasje në aspektin konstruktiv, një demokratike, i atribuojmë këtyre individëve edhe disa elemente të cilët ata nuk i kanë treguar dhe nuk i kanë. Sa reale është mbështetja për Manastirliun dhe a tregon kjo që Rama është duke kërkuar një kandidat më të kontrollueshëm për Tiranën? Edhe unë prirem ta lexoj kështu. Ne të gjitha kemi kuptuar që Manastirliu është një zgjedhje e qetë, e thjeshtë dhe e kontrollueshme nga kryeministri për të patur në krye të Bashkisë së Tiranës. Kështu që dukshëm kjo ka qenë zgjedhja e tij në asamblen e Partisë Socialiste, më gaboj një vit më parë apo gjysmë viti më parë, ai deklaroi që ishim në situatën për zgjedhjet parakoshme në Bashkinë e Tiranës. Por absolutisht që prishja e lojës ose futja e një elementi të ri si Braça sigurisht që i heq kryeministrit dhe kemi atë komoditetin për të vazhduar i qetë në këtë situatë. Ai ose do duhet që të vendos le të themi këta dy individ në garë, ose me autoritetin e vetë të spostoj dikë nga këta, që në këtë rast do të ishte Braçë, meqense është e kuptueshme nga ajo çka lexojmë që e preferuar ai kryeministri është Manastirliu.
A rrezikon Partia Socialiste të hyjë për çarë në zgjedhje dhe a mund ta humbas për herë të parë Tiranën për shkak të kësaj gare të brendshme? Këta nuk mund ta di dhe këta nuk mundet ta them. Unë mundet që të jap një perspektivë nga ajo çka është në të interes të qytetarëve. Në politikë kur ka debat, për qytetarët është pozitive. Mund të perceptohet si krizë brenda një partie, por kjo nuk është e pashëndetshme për interes të qytetarit. Kështu që nëse Partia Socialiste futet në atë që ju e thoni krizë, sepse ka dy kandidatë, edhe mund të ketë një betejë, edhe mund të ndajë ndrysh, unë nuk e shikoj si një dramë të madhe, madje e shikoj si të shëndetshme. Nëse Braçë nuk do të marrë bekimin e Ramës, a ka një forcë reale për të sforcuar strukturat zyrtare të partisë? Shiko, Braçë ka një avantazh të madh në këtë situatë, sepse ai vjen nga zgjedhjet parlamentare si një individ që merr një sasi të madhe dhe akumulon një sasi të madhe votash për të imponuar listën le temi dhe votohet në mënyrë të tillë që është një nga individët më të votuar brenda Partisë Socialiste. Dhe sigurisht që kjo është një dimension që ai e ka, edhe kam përshtypjen që edhe për shkak të kësaj ai jep një lloj atributi vetes për të thënë që shikoj unë mund të shkoj përtej në këtë qytet. Meqense ja dola të thyej listën për kandidat për deputet, do të thotë që jam një figurë e pëlqyer dhe në këtë kuptim mund të vazhdoj rrugtimin. Po gjithsesi unë nuk e di se cili do jetë vizioni, se cili do jetë procesi në të cilën ai do kalojë dhe për ishte të drejtës mendoj që jemi pak shpejt për ta kuptuar nëse aktorët ose nëse Braçë do të qëndrojë vetëm në këto pozita të ambicjes së tij, do ta ketë shumë të vështirë për të imponuar partisë. Pa duhet një aksion politik edhe karakter politik shumë agresive dhe shumë intensiv për ta bërë atë që do realitet. Nga ana tjetër, Ervin Saliani po përgatitet edhe është duke lëvizur drejtimin e Partisë Demokratike. A është kjo një ringritje reale e opozitës apo është thjesht një rotacion emrash? Shiko, kjo është një ngjarje që nuk e nderon shumë Partinë Demokratike, sepse vërtet Saliani po le temi po lëviz dhe po bën kërkesa të veta, po bën takime dhe do të ketë një lloj votacioni brenda Partisë Demokratike. Dukshëm Partia Demokratike në vetvete me leadershipin e saj është mbyllur. Dhe ne kemi dhe të paraqartë prej kohësh tashmë nëse Saliani është duke operuar brenda partisë së vet, apo është duke operuar jashtë partisë së vet, duke marrë parasysh deklaratën e Berishës që thotë Saliani është i vetë përjashtuar. Kështu që në këtë kuptim, në të njëjtat pozita të mungesës së demokracisë, është edhe partia më e madhe opozitare e vendit, Partia Demokratike. Përpasoj, nuk kam shumë besim që kjo doja dalë të jetë një zhvillim i cili do ta përmirësojë jetën e brendshme të Partisë Demokratike. Me gjasat me që kuptojmë deri më tani është fundi i këtij procesi dukshëm do të sjellë pikë minus në jetën demokratike demokratike të Partisë Demokratike. A ka opozita sot një figurë që mund të fitojë realisht Tiranën apo gara mbetet e mbyllur brenda mazhorancës? Jo, unë mendoj që gara është realisht një mundësi për opozitën, sepse ne duhet të jemi koshënjent që ne jemi në këtë opozita me një Tiranë në cila e ka kryetarin e saj në burg për korrupsion, kështu që Partia Socialiste nuk ka ndonjë avantazh të shtuar në këtë aspekt, ndërkohë vetë qeverisja e saj ka disa skandale dhe është gjithashtu dizavantazh për qeverisjen. Unë mendoj që në këtë rast në atë që do të ishte ideale, ose në atë që do ishte akademike ose analitike, është që çdo gjë flet për opozitën. Mirë po, nuk do të thotë që meqense çdo detaj flet për opozitën, opozita mund të abuzojë dhe mund ta përdorë këtë oportunitet në mënyrë më të keqe të saj dhe të besojë që do fitojë. Jo.
nëse i bën detyrat e veta gabim opozita, absolutisht që kjo do jetë një betejë e humbur e opozitës. Opozitës i rëndon fytyra e zotit Berisha, i cili është në ngrata për Shtetet e Bashkuara, në ngrata për Britaninë e Madhe, vjen nga një humbje e tmerrshme e zgjedhjeve të kaluara me 300.000 vota minus për Partinë Demokratike. Kështu që nëse arrin të bëjë një analizë, të ripreskoj leadershipin, sepse mos harrojmë ka vjedhje për pastruar në Partinë Demokratike. Nëse ja del të distancohet nga e kaluara, nëse bën një proces realisht respektues të parimeve demokratike për të nxjerrë një kandidat, absolutisht që i ka të gjitha shanset që opozita mund të fitojë Tiranën. Dhe bëhet është klasike. Nuk ka kuptim se si ti jeti avantazhuar ai që kandidatin e kaluar e ka në burg. Kështu që në kuptim mendoj që është e qartë, por duhet shumë punë për të konkretizuar. Protestat e fundit nuk kanë prodhuar rezultat. A janë ato të dështuara në strategji apo qytetarët nuk besojnë më tek protesta si mjet ndryshimi? Po më thoni për protestat e Partisë Demokratike apo në përgjithësi të gjithë Jo, për protestat e Partisë Demokratike. Qartazi Partia Demokratike u bë prej muajsh që është në protest, ka disa protesta, 7-8 protesta të mëdha, ndërkohë që bën protesta javore para kryeministrisë dhe dukshëm ritmi ka rënë, numrat kanë rënë, narrativa nuk ka ligjërimi nuk ka ndryshuar dhe ashtu siç thotë edhe Einsteini që nëse ti përpiqesh që nga i njëjti veprim të marrësh veprime rezultate të ndryshme, atëherë je i marr, dhe duhet që të ndryshosh diçka nëse kërkon që të ndryshosh edhe përfundimin e rezultatit. Partia Demokratike dukshëm në gjithë të periudhë ka refuzuar të ndryshojë diçka nga strategjia e saj, përdorimi i molotovëve dhe i dhunës unë mendoj që e ka dëmtuar frymën dhe nevojën të çka pritshmëri e kanë qytetarët. Unë mendoj që në vendin tonë të gjithë qytetarët kanë arsye për të protestuar, por gabimi le të them është i leadershipit të Partisë Demokratike që atë energji të sinqertë dhe të arsyeshme që antarët e Partisë Demokratike kanë për të protestuar dhe shkojnë dhe protestojnë e çon në drejtime të gabuara të cilat shpeshherë lidhen me interesat e një individi që është kryetari i saj. Kështu që mendoj që nuk ka rënë interesi i qytetarëve, nuk ka rënë as dëshira e qytetarëve për të pasur një vend më të mirë, as dëshira e qytetarëve për të dënuar këtë lloj skandalesh dhe këtë lloj korrupsioni që kanë në vendin tonë, por stepen dhe bëhen të pa interesuar kur edhe alternativa përballë problemit nuk është alternativë, por është sërish problem. Shumë faleminderit për intervistën. Ju falenderoj edhe unë.